Të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës, të nderuar deputet të Kuvendit, të nderuar anëtar të Kabinetit Ri Qeveritar, të nderuar ambasador dhe anëtar të korit diplomatik, familje të dëshmorëve të kombit, zonja dhe zotri, i nderuari kryetar i Kuvendit të Republikës, zotri Dim Albasha, nën kryetare Albulina Haxhiu, ju falemnderit të gjithëve për praninë tuaj dhe për përkushtimin që dëshmoni sot ndaj shtetit tonë. Sot mbi 6 muaj që prej thirrjes së seancës konstituive me 15 prill, më në fund kemi kuvend të konstituar dhe kemi arritur në pikën e formimit të qeverisë si materializim i rezultatit të zgjedhjeve të 9 shkurtit si vjet. Kjo është një vonese pa precedent në historinë e Republikës, ku 5 nga këta 6 muaj deputetët ishin duke pritur gjykatën kushtetuese. Kjo vonesë ka ndikuar në mbarvajtjen e punëve shtetërore, janë vonuar marrëveshjet ndërkombëtare, plani i rritjes me Bashkimin Evropian, proceset e reformave dhe është lënduar besueshmëria e shtetit tonë para partnerëve tonë ndërkombëtar. Në këto 6 muaj, përpjekjet për ndërtimin e një shumice qeverisëse nuk dhanë rezultat. Përkundër tentimeve tona të disa hershme e shtërruese. Asnjëra nga partitë parlamentare, të cilave u bëm ftesë, nuk ka pranuar të hyjë në marrëveshje për bashkëqeverisje, megjithse vota e qytetarit kësaj radhe kishte përcaktuar që duhej të kishte një koalicion qeveris. Po të pranohej oferta jonë për bashkëpunim, sot do të kishim mundësinë të jepnim vendit edhe qeverinë e re të koalicionit, por do të kishim edhe numrat e nevojshëm për të tejkaluar sfidën e zgjedhjes së presidentit, sfidë kjo e cila na pret pas 4 muajsh. Sidoqoftë, si pasojë e mosgatishmërisë nga partitë tjera parlamentare që të marrin përgjegjësinë që u ka deleguar qytetari me votë, sot ndodhemi përpara një situate ku qeveria e re propozohet për votim jo si produkt i një koalicioni politik, por si një akt i shërbimit ndaj vendit. Ky votim sot nuk është thjesht formalitet politik, por përgjegjësi shtetërore. Pa votimin e qeverisë së re, Republika rrezikon të shkojë në zgjedhje të reja, pa shumë institucione funksionale dhe pa buxhet të miratuar për vitin ardhshëm. Kjo do të nënkuptonte rrezikim të pagave për shërbyesit publik, pensioneve, shtesave për fëmijë, asistencës sociale, furnizimit me barna, funksionimin e organeve të rënda që nuk mund të ecë përpara. Në mungesë të një kuvendi funksional, gjatë këtyre muajve janë edhe 33 agjenci dhe institucionet pavarura shtetërore që kanë mbetur pa mbikëqyrje institucionale. Kjo ka krijuar vakum drejtues, vonesa në vendim, një ditë humbje për zhvillimin, për qytetarin dhe për shtetin. Për më tepër, përderisa nuk votohet qeveria e re, kjo nënkupton zgjatje e mandatit të qeverisë në detyrë. Pra qeveri do të ketë, vetëm se deputetët e kanë të pamundur ta mbikëqyrin dhe të kërkojnë llogari nga një. Megjithse kemi pasur ofertë sinqertë për partitë tjera për bashkëqeverisje, por jemi këtu për ta vënë pushtetin në shërbim të qytetarëve pa dallim dhe të Republikës sonë të përbashkët. Qeveria të hidhet në votim, të votoj rinë e re, të prodhuar nga rezultati zgjedhor i 9 shkurtit dhe të mundsojmë institucioneve vijimësi duke votuar buxhetin e vitit të ardhshëm. Me të marrë besimin tuaj, të nderuar deputet, vendimet e para që vendimi për caktimin e pensionit minimal
në vlerë prej 150 euro që prek rreth 200.000 pensionistë. Vendimi për rritjen e shtesave e pagës minimale në 500 euro që prek në pjesë të madhe të punëtorëve në sektorin privat, gjithashtu prek edhe të rinj që janë angazhuar përmes platformës Superpuna, si dhe gratë lehonit që mundson heqjen e kufizimit të punësimit në sektorin privat për veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës që janë përfitues të benefitit të veteranit. Janë edhe një sër marrëveshjes ndërkombëtare që janë pritje përfshirë soj që dhe ju, deputet të nderuar, do të keni vullnetin që të mbështesni me votën tuaj. 4 vitet e fundit kemi ndërtuar me krejt çfarë kemi ditur e mundur themelet e një Kosove më të drejtë, më të fortë dhe më gjithëpërfshirëse. Kemi pasur rritjen ekonomike më të lartë në rajon përkundër sfidave globale, me një rritje mesatare prej 6% duke mos rënë asnjë vit nëndi me shkallën më të ulët të inflacionit në rajon në këto 4 vite pas Shqipërisë. Kemi shtuar punësimin nga 350 pensionet, shtesat për fëmijë, por edhe pagat në sektorin publik. Kemi bërë shumë punë të mira, por kemi edhe shumë punë të tjera të cilat na presin. Kemi liberalizuar vizat në zonën Schengen dhe tani pasaporta jonë e shtetit tonë të përbashkët është më e fortë se kurrë. Kemi përmirësuar imazhin e vendit duke u ranguar në top lista për siguri dhe rend, siç ishte ajo e Institutit Gallup, dhe kemi siguruar edhe për investimet të huaja direkt. Orën e dytë ishte 4.58% të bruto të produktit vendor, dukshëm më e larta në rajon, dhe kjo për ata që shpesh e kontestojnë, është shkallë për 3 mujorin e tretë, publikohet në 10 orë, e që gjithashtu pres të jetë më mirë se i gjithë rajoni, sepse këtë e konfirmojnë edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. Është në dorën tuaj të nderuar deputet, që të na e mundsoni që të vazhdojmë punët e mira për vendin. Normalisht që për gjitha veprimet, punë dhe arritjet e qeverisë, edhe mund të kemi mos pajtime. Por kjo është vlera e demokracisë. Demokraci. Mos pajtimet janë thelbi i sistemit demokratik, por ato nuk bën të bëhen pengesë për të vepruar. Një arritje kjo e përbashkët e qytetarëve dhe institucioneve tona dhe të gjitha partive politike në Kosovë. Institucionet tona janë të ndërtuara mbi vullnetin ku ballafaqojmë idetë, ku i debatojmë politikat, dhe ku i kërkojmë zgjidhjet. Roli i kuvendit në mbikëqyrjen e qeverisëm për dallim tona politike, por gjithnjë me respekt për njëri tjetrin, për institucionet dhe për vullnetin e qytetarëve. Debat që mbështetet në argumente që edhe këto 4 vite për diskutim, prezantimi për përvërisjen
Bashk duhet të synojmë konsenzus në tema madhore si arsimi dhe shëndetësia, siguria dhe mbrojtja, politika e jashtë, ata që votuan lirë. Dhe për përgjegjësinë e lartë qytetare, i largët, por 4 vite më parë në fjalimin tim inaugurues, Kosova ishte në ethët e pandemisë, e ndërkohë u ballafaqua me kriza dhe rënduar shëndetin publik e spitalet gjithandej, te kriza e energjisë dhe inflacionit e deri te provokimet e shumë të siguruam vaksinat në bashkëpunim me aleatët tonë dhe menaxhuam me sukses procesin e vaksinimit të mbi 60% në vitin e parë. Të 4 vjeçar. Kriza globale e ambientit energjisë dhe mbrojtjes me investime me energji të ripërtrishme si 2 orë 340 si 2 orë 340 megawatt orë. Themeluam si 2 orë 340 megawatt orë. Themeluam bursën shqiptare të energjisë Shqipëri-Kosovë Alpex dhe hapëm ankondin e parë Alpex dhe hapëm ankondin e parë solar prej 100 megawatt në solar prej 100 megawatt në Kramovek të Raovecit. Shumë që e kemi. Kramovek të Raovecit. Shumë që e kemi. Shumë në dekadat që do të vinë. Energjetike përfitues dhe të korrupsisë, të cilat përbëjnë të punësimit për 2000 qytetarë, përbëjnë të punësimit për 2000 qytetarë të komunave të Leposaviqit, Zubin Potokut, Zveçanit dhe Mitrovicës Veriut dhe përveç kësaj në Zveçanit dhe Mitrovicës Veriut dhe përveç kësaj në Kosovë, në polici, janë punësuar 199 kadet sërb prej nëntorit të vitit 2022 e këtej, dhe i kemi nga pranvera e vitit 2023, me kontrat mbi vepër. I kemi nda 12 vitit 2003 se mjedisit planifikimit hapsinor dhe instagrave nga Ministria e Ekonomisë për projektin për ujë të pishëm
stogave nga Ministria e Ekonomisë për projektin për ujë të pishëm në fshatra me popullat jo shumicë e ka dyfishuar mbështetjen e komunitetit. Ministria e njëjtë ka vazhduar mbështetjen me bazën e realitrim për zhvimi për para qeverisë ushtrinë e saj në kufirin me Kosovë. Patëm 2 sulme të mëdha terroriste në banjës të Zveçanit në shtator 2024 që infrastrukturën kritike në kanalin Iber-Lepens në Varag të Zubin Potokut në fund të nëntorit të vitit. Zubin Potokut në fund të nëntorit të vitit kaluar. Në traktu si tonë të cilët vinë nga të gjitha komunitetet armatimit, ndërkohë kontraktu si dhe fabrikën e municionit. Rezultat ushtria e Kosovës shkatroi 135 grupe kriminale, mbylli 37 ilegale, 27 rrugë ilegale, 27 prej tyre në veri të vendit, ndërtoi 9 stacione të reja policore legale në veri dhe anë mban vendit të grupi i tij që vrau rreshterën e policisë Kosovës, heroin Afrim Bunjaku, u luftuan në një nga operacionet më të sofistikuara që dëshmoi forcën dhe profesionalizmin e lartë të policisë Kosovës. Sot grupet kriminale që kryen sulme terroriste në veri janë shkatruar. Strukturat ilegale janë mbyllur në masë. Dokumentet ilegale janë zëvendësuar me ato të Republikës, dinari është zëvendësuar me euron, syja e Kosovës me një akt akuzë prej 160 faqesh për të dhe për 44 shokët e tij paramilitar e terrorist. Kosova sot, të nderuar deputet, të dashur qytetar, është më e sigurt se kur më parë. Të gjitha këto sfida që i patëm u përballën me sukses, ndërkohë që sfidat edhe i kemi kthyer në mundësi për progres. Sikur më parë pra, investuam në ushtri dhe në fuqizimin e policisë, në shtrirjen e sovranitetit dhe luftimin e kriminalitetit, në politika sociale për nënat e fëmijët, për të rinjtë e pensionistët, në mbështetje të fermerëve dhe bizneseve të vogla. Prekëm çdo shtresë e çdo qytetar në çdo cep të Republikës. Shteti që po e ndërtojmë bashkërisht nuk zgjedh midis zhvillimit ekonomik dhe drejtësisë sociale, por i përqafon të dyja si shtylla të pandashme të progresit dhe të mirëqenies së përbashkët. Ne besojmë thellësisht se një ekonomi e fuqishme dhe një shoqëri e barabartë janë të ndërlidhura, se bizneset dhe start-upet nuk janë vetëm motori rritjes, por edhe kontribues i mirëqenies së përgjithshme. Vizionin ton e realizojmë jo vetëm mbi parimet tona politike, si dhe mbi vlerat që i kemi të mishëruara në kushtetutën tonë, mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe të pakicave, garantimin e dinjitetit njerëzor, të drejtat e komuniteteve jo shumicë dhe barazin për çdo qytetar pa dallim. Këto janë udhërrëfyes për çdo vendim që marrim, për çdo reformë që nisim. Ushtria dhe policia e Kosovës sot një mend janë më të forta se kur më parë dhe Kosova është më e sigurt, e më e drejtë dhe më e barabartë
por puna vazhdon drejt reformave të domosdoshme e për këtë unë kërkoj edhe pjesëmarrjen e të gjitha komuniteteve, jo shumicë, përveçse të shumicës shqiptare. Do të vazhdojmë investime që ta forcojmë sovranitetin për të garantuar të gjithë qytetarët tonë të kenë paqe e siguri në familjet, në rrugët, në lagjet e në komunat e tyre. Pavarësisht përkatësisë etnike, ata do të jenë të askush nuk do të jetë mbi ligjin, por as jashtësueshme dhe më të qëndrueshme se kur më parë, për shumë ndryshe prej saj para 5 vjetëve. Bota sot është më e paparashikueshme dhe më e pasigurt po e transformojnë hartën gjeopolitike. Kosova është rreshtuar. Aleanca jonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian, Mbretërinë e Bashkuar dhe me NATO-n dhe me vendet mike nuk do të lëkundet sepse ky bashkëpunim nuk është evropian, por pjesë e vlerave. Jam i bindur që e në mirëqenie. Këtë e kemi bërë dhe do ta bëjmë edhe në euro në mbrojtje, do të rekrutojmë ushtarë të ri, do ta shumë fishojmë numrin e oficerëve, do të funksionalizojmë nga kufizimi i lëvizjes e vetë kufizimi në antarësimi e njohje të reja, siç e dini, përveç se u liberalizuan vizat me Bashkimin Evropian, Emiratet e Bashkuara, Izraelin e Tajlandën, u bëm antar në organizata e mekanizma të rinj ndërkombëtar, aplikuan për antarësim Këshillin e Evropës dhe Bashkimin Evropian, kurse Kenia e Sudani tashmë e njohin Republikën e Kosovës. Në paqe e në mbrojtje, kur rritet mirëqenia dhe investimet, hapen dyert e mundësive për të gjithë qytetarët dhe imazhi i shtetit përmirësohet. Do të vazhdojmë të mbështesim fuqishëm procesin e Berlinit dhe tregun e përbashkët rajon paqes dhe sigurisë në rajonin tonë. Do të punojmë me çdo që shtrin dorën e bashkëpunimit mbi bazën e respektit të ndërsjellët. Normalizimin e marrëdhënieve me fqinjen tonë verior Serbin do ta ndjekim përmes dialogut dhe zbatimit të marrëveshjes bazike e aneksit zbatues nga Ohri. Por, siç kemi vepruar në 4 vitet e kaluara, normalizimi është çështje rregullimit të marrëdhënieve mes dy shteteve, pra si raport bilateral e jashtëm e kurse si ndërhyrje apo përzierje në çdo cep të vendit. Të nderuar deputet, para nesh kemi raundin e balotazhit për zgjedhjen lokale dhe në prill të vitit që vjen, në fakt në mars të vitit që vjen, ato për president të ri të Republikës. Në zgjedhjet e fundit parlamentare, misioni vëzhgues i Bashkimit Evropian raportoi se Russia Today Balkan dhe Sputnik Serbia, të mbështetur nga Rusia, publikuan rreth 60 artikuj vetëm në janar si vjet për zgjedhjet në Kosovë me qëllim përhapjen e dezinformatave dhe manipulimin e opinionit. Lufta hibride është bërë normë. Nëse para 5 viteve ishte lajm aty ku kishim luftë hibride, sot është lajm nëse nuk ka luftë hibride. Avancimi i teknologjisë
të ushqen atë që psikologët e quajnë konfirmim I animit. Prirja për të besuar dhe polarizuese tërheqin më shumë vëmendje dhe gjenerojnë më shumë klikime se sa ndonjë lajm pozitiv. Me ardhjen e inteligjencës artificiale, gjenerimi I përmbajtjeve të tilla është përshpejtuar dhe shumëfishuar dhe ky trend nuk duket që do të ndalet. Kjo është sfidë për të gjitha demokracitë e Kosova nuk bën përjashtim. Dezinformata nuk është vetëm problem etik I gazetarisë, është kërcënim për sigurinë, për të vërtetën dhe për demokraci. Zgjedhjet, demokracia dhe sistemi ynë ligjor midis lirisë së shprehjes, që është themel I demokracisë dhe dezinformimit që shfrytëzon këtë liri në dëm çfarë të thojnë apo çfarë të publikojnë. Por nëse duam që demokracia të mbrohet, atëherë është përgjegjësi e secilit që ta mbrojë atë. Të nderuar deputet, qytetar dhe partner ndërkombëtar, në mandatin që shkoi Kosova dëshmoi se është shembull I demokracisë dhe I zhvillimit në rajon, me rritjen më të madhe ndonjëherë në të gjithë indikatorët e demokracisë. Tani është koha të tregojmë se jemi shembull I inovacionit dhe I drejtësisë efikase. Në këtë mandat, reforma në drejtësi do të hyjë në fazën e saj vendimtare. Do të vazhdojë lufta kundër korrupsionit dhe ligji do të zbatohet pa frikë dhe pa favor në çdo cep të Republikës. Reforma në drejtësi nuk ka qenë vetëm synim, ajo ka nisur të bëhet realitet. Ligji për byron shtetërore për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme duhet të ecë përpara së bashku me vettingun, ashtu që drejtësia të bëhet edhe e drejtë, edhe e shpejtë, edhe e besueshme. Do të themelohet prokuroria e re e specializuar për çështjet e krimit të organizuar dhe të korrupsionit dhe zyra për hetime disiplinore. Do të thellohet reforma në transformimin digjital, çdo qytetar duhet të ketë mundësi të komunikojë me shtetin pa barriera, në mënyrë të shpejtë, efikase dhe transparente, nga aplikimi për dokumente deri te shërbimet sociale dhe biznesore. Digitalizimi nuk është qëllim në vetvete, por mjet për të shërbyer çdo qytetari dhe do të përdoret për progres shoqëror, zhvillim ekonomik të qëndrueshëm, llogaridhënie të gjerë dhe cilësi të lartë. Në mandatin që lan pas, eksportet dhe investimet e huaja direkte u dyfishuan, por tani është koha që të shumëfishohet prodhimi. Përgjatë 4 viteve në vazhdim do të investojmë rreth 1 miliard euro në prodhim përmes garantimit të kredive për investitorët. Bjeshkët tona të larta e të bukura nuk do të shijohen vetëm nga larg, por do të përjetohen nga afër duke investuar në turizëm malor. Kjo do të fillojë me 500 milion euro për Brezovicën, e cila do të transformojë atë në destinacion evropian e ndërkombëtar të turizmit. Mërgata tashmë është pjesë jo vetëm politikat e qeverisë, por është edhe pjesë e bërjes së atyre politikave. Përmes dritares për investimet të diasporës do të mbështeten ndërmarrës nga diaspora deri në 100 milion euro investime që bëhen në Kosovë. Për të lehtësuar vizitat e mërgatës sonë vendlindje, do të themelojmë edhe aviokompaninë shtetërore, projekt ky që besoj do të ketë edhe mbështetjen e barazisë përmes shtesave për lehona dhe fëmijë dhe për fuqizimin e grave dhe të rinisë, do të fillojë programi Superpuna për gratë. Ashtu që kur të punësohet një grua, qeveria do të mbështes në lartësinë e pagës minimale 6 muajt e parë. E gjyshëret që kujdesen për fëmijët do të marrin 100 euro shtesë në muaj mbi pensionin bazë kur të dy prindrit janë në punë. Sepse kësaj jo vetëm ndihmojmë prindrit dhe gjyshërit, por ndihmojmë familjen dhe ekonominë. Paga minimale do të ndjek rritjen ekonomike, ajo do të rritet pra menjëherë në javën që fillon nesër në nivelin e 500 euro, sepse një Kosovë që zhvillohet nuk duhet ta lë as kë prapa. Pjesëmarrja nënkupton gjithë përfshirjen. Në arsim kemi filluar reformën më të thellë në dekada. Nga arsimi I hershëm deri tek ai universitar,
po krijojmë standarde të reja cilësie dhe po rrisim investimet në infrastrukturë e në kapacitetet mësimore, edhe mësimdhënëse, edhe mësimnxënëse. Janë ndërtuar dhe rinovuar qerdhe, shkolla, janë hapur qendra për zhvillim. Ne duam arsim që ndihmon nxënësin të mendoj, të krijoj, të punoj, të zhvilloj e të ndërtoj. Do të vazhdojmë të rrisim qasjen në shëndetësi, edukim dhe siguri sociale, duke i bërë këto shërbime më efikase dhe më të qasshme bashkësisë së komunitetit dhe përfshirjen e të gjithë qytetarëve në jetën publike. Përfshirë këtu edhe infrastrukturën sportive që po ndërtojmë për ngjarjen madhështore të lojrave mesdhetare Prishtina 2030. Zonja dhe zotëri, më lejoni që në përputhje me atë çfarë pritet nga unë përveç ekspozes, të paraqes para jush edhe kabinetin e ardhshëm qeveritar me të gjitha dikasteret në ekzekutivin që del nga kjo legjislaturë e nderuar. Zëvendës kryeministër i parë dhe ministër i punëve të jashtme dhe diasporës Glauk Konjufca. Zëvendës kryeministre e dytë dhe ministre e drejtësisë Donika Gërvolla. Zëvendës kryeministër i tretë për çështjet pakicave dhe bashkëpunim ekonomik Fikrim Damka. Ministër i Financave dhe Ekonomisë Hekuran Murati. Ministër për Familje dhe Mirëqenie Sociale Andin Hoti. Ministër i Mbrojtjes Ejup Maqedonci. Ministër i Punëve të Brendshme Xhelal Sfeqla. Ministër i Administratës Publike dhe Digitalizimit Lulzën Jakgjiu. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia. Ministri i Arsimit dhe Shkencës Avni Zogjoni. Ministër i Kulturës dhe Turizmit Fatmir Spahiu. Ministër i Sportit dhe Rinisë Blerim Gashani. Ministër i Administrimit Pushtetit Lokal Rasim Demiri. Ministre e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor Fitore Pacolli. Ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural Armend Muja. Ministër i Infrastrukturës dhe Transportit Dimal Basha. Ministër i Tregtisë, Industrisë dhe Integrimeve Evropiane Mimoza Kusari. Ministre e Energjisë dhe Minjerave Artane Rizvanolli. Ministër për Komunitete dhe Kthim Nenad Rashić dhe Ministër për Zhvillim Rajonal Sejnur Vejshall. Zonja dhe zotëri, Kosova jonë është më shumë se një vend e një shtet, është ëndra e mërgjimtarit që ka lënë vendin dhunshëm me shpresën që do të kthehet së shpejti. Është amaneti i dëshmorëve dhe sakrificave e gjeneratave që u flijuan e u përpoqen që ne sot ta gëzojmë liri. Është shpresa e prindit që shet të fëmia një të ardhme i mësuesit në një klasë në qoftë Kosovës. Është fjala shqip që këndohet me mall në skajt botës e që kur nuk harrohet. Është ndjenja që na bashkon në gëzim dhe në dhimbje, në fitore dhe në sfida. Kosova është vendi i zemrës, ku liria u pagua me jetë e ku paqja kërkon vëmendjen e përditshme. Do të ketë vështirësi dhe vonesa. Do të ketë dyshime dhe dekurajime. Do të kemi dallime në qasje dhe mendime për të shërbyer dhe unë çdo herë do të kemi përpara për një Kosovë të drejtë e prosperuese. Ju faleminderit shumë për vëmendjen dhe për besimin tuaj.